أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu na mundsoi që ditët e treta të këtij Ramazanit të agjërojmë. Kjo është nota 20. Që faktikisht ditët e treta të Ramazanit ne vetëm se pe përcjell. Ku pinëse prama ne him në gara. Dhe thot pejgamberi Allahut, i privuar është ai i cili Allahu Azza wa Jall s'ia mundson ta përjeton natën e Kadrit. I dëbuar nga rahmeti Allahut është ai i cili dhe në filon në këtë mirësi të madhe të Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall e privon që të fiton kënaqësinë e Zotit vet. Për atë vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut më aktiv ishte gjatë tërë vitit në Ramazan. Aktiviteti pejgamberit Allahut maksimal ishte në 10 e fundit. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na mundsojë ta përjetojmë natën e Kadrit. Pra vëllezër të nderuar, sikur ne ta kuptojmë se si Allahu Azza wa Jall na ka kriju dhe si Allahu Azza wa Jall na trajton dhe na ka udhëzuar, do të kishmi qenë jo vetëm më aktiv në ibadet, po dhe ibadetin ton do ta kishmi krij me shumë kënaqësi. Transmetohet me një transmetim që thuhet se Allahu Azza wa Jall çdo sen ka kriju me fjalën kun feyekun, bëhu dhe bëhet. Përveç se 4 sendeve Allahu Azza wa Jall i ka krijuar me duart e tij. Këto sende që Allahu Azza wa Jall i ka krijuar me duart e tij është Ademi alayhis salam. Para në transmetime si thuhet se Jusufit alayhis salam ju ka dhënë gjisa e bukurisë, në kupton gjisa e bukurisë së Ademit. Ka se krijesa më e bukur që ka hecë në sipërfaqen e tokës ka qenë krijesa që Allahu Azza wa Jall e ka kriju me duart e tij. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall me duart e tij e ka kriju Xhennetu Adn. Dhe kjo është vend banimi i pejgamberit Allahut. Në këtë Xhennet Adn kush hin çat vet banim ku Allahu Azza wa Jall e ka kriju me duart e tij. Dhe transmetohen këtë transmetim se Allahu Azza wa Jall Tevratin në pllak ja ka shkëru Musait alayhis salatu wassalam. Dhe 4 çështje që Allahu Azza wa Jall e ka shkëru një libër ku e ka vendosën tek arshi i tij, dhe në ta shënohet ky citat dhe unë deshta të ndalna në këtë citat që e ka shkru Allahu Azza wa Jall në këtë libër. A dini çfarë ka shkru Allahu Azza wa Jall në këtë libër, siç na transmetohet me hadithe të vërteta? Inna rahmeti sabaqat ghadabi. Mashira ime ja ka tejkalu hidhrimit tim. Pra sa do qoftë që i dhënon Allahun Azza wa Jall, mirë po ke fat që Allahu Azza wa Jall nuk të ndëshkon për shkak se Allahu ja ka obligu vetës së tij që njeriu ta trajtojë me rahmetin e tij e mos ta trajtojë me veprat e tij. Si Allahu e trajton njeriu me rahmetin e vet, a ke dëshirë të ta dish? Nëse don me ditë, vetëm përjetimi i Ramazanit është një mesazh. Se këtë Ramazan që e përjetojmë Allahut Azza wa Jall, ti ja ke lip apo Allahu ta ka dhënë? A nuk është Allahu Azza wa Jall që ta ka dhënë? Këta gjërim Allahu që ta ka obligu, a ti ja ke kërku Zotit tan apo ai ta ka obligu? Ai ta ka obligu. E kjo mirësi që
që përfiton në këtë Ramazan, Allahu përfiton, a ti përfiton? Je ti që përfiton. Për shkak se agjerimi është ai që e pastron kopshtin, e lëron arën. Dhe Kur'ani është që e ujit arën, dhe namazi natës është që e bin farën. Kjo është Ramazan. Pse në Kur'ani Kerim në jetët e agjerimit ka ardhë lezimi Kur'anit dhe duaja. Për shkak se në dhjeqen e fundit nëse ende sa gjallëru zemra, lutë Allahut që të ta gjallëron zemrën. Kjo është, a nuk është prej rahmetit Allahut, apo është prej kërkesës sonë, kjo është për rahmetit Allahut. Pra Allah është i kujdesshëm për imanin tanë që mos të kalbet në zemrën tonë, është i kujdesshëm që ara jote të jetë pjellore, që fara të ngritet dhe pema të kultivohet të jep fritin, kjo për rahmetit Allahut. E dita për atinve si Allahu i trajton robët të vetë, edhe pse këto ibadeta vetëm ata përfitojnë në jetën e përditshme të tyre, si Allahu Azza wa Jalla i trajton njeriun këtë dunjo me veprat e tij. Për shkak se imani janë zemër, mirë po njeriu motën ditën e Kiametit me veprat e tij, e jo me zemrën e tij, i cila është vetëm zemër, thuaj se vdekur pa vepra. Veprat janë ato kultivimi, janë bereqeti, janë fryti i imanit që është esencë në zemër. Vërtet, rajt e pemas janë tokë, ama vjelje të bën mbi tokë. E degët të cilët janë veprat, dhe kjo është akidja e Sunetit, që imani është ma shumë se 70 degë. Disa prej atinve pjesë përbërse, se nëse cungu nuk e ka faktikisht, nuk i thuhet asaj pemë. Tha unë e pemën e kam më rejna. Kjo ma qënë molli, si kur njoni tha, mjekra nuk është be pa tjetër, tha, mjekra është në zemër. Tha, para herë që po një, që pas ka zemër me mjekër. Ato që thojnë se imani është zemër, si kur ai që thot se mjekra në zemër, do thot që mjekërin ki e ka në zemër, zemrën e ka mjekër. Me mjekër. Pra Allahu si e trajton njerin. Transmeton Ibn Abbasi, i cili thot se Allahu Azza wa Jall kur i krijoi veprat e mira dhe veprat e liga, i uli melekët që do t'i regjistrojnë veprat e birit Ademit. Dhe 3 regjistrime para ati, para prim. Një 50.000 vjetë para se më konë janë shkëru. E dita është shkërujtë në duke qenë barkën e nonës, dhe unë mendojnë në ditën e 42. E treta për atinve shënohet, apo faktikisht korrigjohen këto përcaktimet Allahut natën e Kadrit. Për ata natën e Kadrit njeri që është me pa vlerë, ka mundësi të bëhet me vlerë, për çka se në natën e Kadrit, Allahu për natën e Kadrit ka thonë, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allahu shlijen prej kësaj regjistrës natën e Kadrit çfarë të donë, dhe len në qatë gjendje atë që donë, dhe tek Allahu Azza wa Jalla është nona e librit Lauhi Mahfudhi që a shkruajt 50.000 vjetë para se me arti këtë dunjo. Më natën e Kadrit bën ndryshimet. Për ata Omeri dhe ke ja Rab, o Zot, nëse ke pa emrin tim të regjistruar, apo e ke shkëru në regjistrën e banorëve të xhenemit, shlije dhe regjistrojnë banorët e xhenetit. Pra natën e Kadrit mund të ndryshojnë fatin e vet njeriu, natën e Kadrit njeri mund të zgjat jetën e vet, natën e Kadrit njeriu ka mundësi të ndryshojë gjithashtu caktimin e Allahut Azza wa Jall, që nuk ka mjet që ka mundësi të ndryshojë për caktimin e Allahut Azza wa Jall, vetëm lutja e në veçanti natën e Kadrit. Allahu i uli melekët dhe i tha, ju t'i shkruani veprat e bijve të Ademit edhe të jeni shumë preciz, për shkak se në ditën e Kiametit unë i trajtoj robët e mi, jo për ato që i kam regjistru unë, po do t'i trajtoj ato që për të cilën ju do t'i shënoni. Pra ti e autori librit tanë ditën e Kiametit, dhe Allahu trajton si pas libri që e ke shënu ti, me veprat e tua, me fjalët e tua. Mirë, po melekët janë ato të cilët e kanë regjistru atë që e ke vepru dhe atë që e ke fol. E dini si Allahu i shkëruan dhe i ka mësu melekët që t'i shkëruajnë. Këtu është mëshira e madhe Allahut Azza wa Jall,
për çka se Allahu i mësoi melekët, tha nëse njeriu planifikon me bën një vepër të mirë, nxiton edhe shkruaj një të mirë, më njëherë. Ja rab, po ala se ka bon, shkruaje. Apo nëse e ban, ta ku ta krije atëra, tha prap sërish shkruaje. 10 deri në 700 edhe më shumë. Ta nëse robi im tjetrit pi thot, nëse robi im planifikon me bon një vepër të keqe, tha mos ja shkruaj. Nështë i be pishman dhe e le, ndron me enë. Tha po nëse e le dhe nuk e ban, tha shkruaja një të mirë. Tha e rap, tha, ki me ndoj, tha me bon një pun të keqe, nuk e shkujtëm kjo u kuptu. Apo me e shkujt të mirë për çka, tha se e kalon për mua. Sa i pat drope i me, nuk pat dropi kamerë. A i dropat pe i meje për këtë arsye, tha, ti në shkuja një të mirë. Kjo unë po pys, ki trajtimi Allahut Azza wa Jall në këtë formë. A është prej rahmetit Allahut, apo është prej meritave tona? Kjo prej rahmetit Allahut. E dita për atënve Allahu i dojti ngjyrët. Ngjyrët me lekët që i shënojnë veprat e mira, tha nuk e shlijen, s'ka gumë që i mundet me shli këtë vepër vetëm shirku nëse vdes dhe në ta. Stilografi cili nuk shifët. Ndërsa ngjyrën të cilën ja dha me lekëve që i shkojnë veprat e liga, tha nëse e ban deri të mirë, ta shlijet. Sikur fëmijëve që japin klasën e parë, për shkak shkruajnë ato me lapsta të thjeshta, për shkak se gabojnë shumë. Pra para këtë arsye Allahu na i trajtojnë neve sikur se më konën fushnjorën në klasën e parë, që për ditë ne gabojmë edhe guma më njerë shlinë ta. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Thot Allahu Azza wa Jall se veprat e mira janë që i shlihen veprat e liga. Ban mirë. Pejgamberi Allahu tha nëse ban një vepër të ligë, pasoje me një të mirë se mira a që e shlihen veprën ligë. Veç arri që Ramazanit ta shlirje gabime që i kena bo të vogla që ti në gumi shlihen krejt. Kështu ka thonë pejgamberi Allahu. Kjo po pys, a prej rahmetit Allahut është apo prej meritë tonë? Prej rahmetit Allahut. Pastaj tha pejgamberi Allahu, tha nëse muslimani i cili arradhin radhët e muslimanëve godis një breng, një gajle, një dert, një mërzi, një lodhje, o lodhët në taravi, u lodhëm, një lodhje, apo derisa nëse një gjemb, apo një therë e ngacmon në kamën e vetë, tha shlirja një gabimet dhe lartëson në shkallat e xhenetit sa më lartë. As nuk kanë shpi rahmeti Allah. E pastaj Allahu Azza wa Jall boni edhe sezonat të cilët në ta nuk ka thuaj se laps, nuk ka logjik që mundet me imagjinu se sa Allahu Azza wa Jall shpërblen. Pra thonë të pejgamberi Allahu se Allahu ka sezonat ku Allahu e stërmbush tokën me rahmetin e tij, Allahu jep me të madh. Para ta thot paraqitni këtyre dhuratave të Allahut Azza wa Jall se kur në jetën tonë i dëshpëruar si je. Nëse paraqites pran dhuratave të rahmetit Allahut Azza wa Jall, e rahmeti më i madh është në Ramazan, e rahmeti më i madh në fund të Ramazanit, në veçanti në një natë ku Allahu Azza wa Jall, kjo natë thot nuk e ka vlerën se 1 muaj, po më shumë se 1 muaj. E sa janë më shumë se 1 muaj, që ketë nuk e din as melaqët, as Gjibrili, as Mikaili, e as një melek i afërt e Allahu, vetëm Allahu Azza wa Jall e din, ai i cili e përjeton natën e Kadrit, se sa Allahu Azza wa Jall ja stërmbushën kandarin e tij. Nëse është veç alhamdulillah me thonë, ka thonë pejgamberi Allahut e mbush kandarin Allahut sa në tokë në qiell. Vetëm alhamdulillah me i thonë Zotit tan, Allahu ta stërmbush kandarin tan sa në tokë në qiell. Çfarë mendon nëse ti e përjeton natën e Kadrit ku vlerën e ka më shumë se 1 muaj? A ka laps, a ka matematik, a ka numër që mundet me numru dhe me ditë se sa Allahu t'jep? Kush kanë pedoj ka më shumë? Allahu neve apo na Allahu? S'ka dyshim se Allahu na don më shumë. Për këtë arsye kjo shërvitje është me qëndru Allahut Azza wa Jall përpara dhe mi thonë ja Rab, une jam para gjintan, une jam para derës tënde dhe nu largona pikton, deri sa të maliroj qafën time nga zjarri i xhenemit.
Ja Rab, unë qëndroj para teje dhe unë të ndëgjoj fjalën tone, kam dëshirë të komunikoj me ty, derisa o Zot i madh, mëshirën tone të ma zbripç në gjoksin tem, ma thadisht, ma freskosh, zemrën time të ndëgjoj fjalën tone, ta shijoj ambalsirën e ibadetit. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban prej atinve që e përjetojmë natën e Kadrit. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na i freskon zemrat dhe gjoksat tona me këto lloj ibadete të lloj-llojshme, që Allahu Azza wa Jall asgjë nuk përfiton për tyre, po këto gjithë përfitimet na kthehen neve. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.